Miq të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të Sportcast, në të cilin do të zhvillojmë një intervistë me njërin prej tashmë figurave ku ndoshta fokusi është mjaft i madh për shkak të zhvillimeve që po ndodhin në sportin e Kosovës, për shkak të lojrave mesdhetare dhe shumë zhvillimeve të tjera. Është bashkë me ne sot sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës, zotëri Besim Haliti. Sekretar, faleminderit shumë për kohën që ka në Sportcast. Albert, faleminderit edhe juve. Fillimisht duhet ju përgëzoj për zyrët e reja të Kosova Pressit, është definitivisht një ambient fantastik, një ambient që na bën edhe neve mysafirëve të ndihemi në një ambient profesional dhe po shpresojmë që do të shërbej shumë sportin në të ardhmen. Faleminderit shumë për vlerësimin, sekretar. Kur fillova me pas kontakte për me në intervistë, mendova ta që më të thirr Besin ndoshta në këtë situatën kur e ka bërën më të madhe dhe se të ka shumë kështu tek Komiteti Olimpik për të zhvillimeve të mëdha që po priten në sport. Realisht po kalon kjo kohë, po themi, është shumë stresuese për shkak të zhvillimeve që po i kërkon sporti. Nuk është esenca, është stresuese, sepse stresin si Komiteti Olimpik ashtu edhe Ministria e Sportit edhe Komuna e Prishtinës e kemi në momentin kur kemi aplikuar për lojra mesdhetare, kemi pranuar si një stres të mirëqentë dhe një stres që duhet ta pranojmë, sepse është momenti i jon, momenti historik për të lënë diçka për shtetin tonë. Megjithatë, stresi po krijohet për arsye që kemi pas disa vonesa, i kemi pas lojrat edhe në rrezik, siç e dini, një periudhë një vjeçare, po megjithatë e gjetëm një rrugë të përbashkët, e krijuam një komitet organizativ të përkohshëm dhe tani, siç e dini, është edhe miratuar projekt ligji për lojra mesdhetare, i cili do të mundsoj për mendimin tim shumë lehtësira, po gjithsesi lehtësira kryesore për të mundsuar kushtet që sa më shpejt të fillojnë ndërtimet në infrastrukturë sportive, e cila është jetike për mbajtjen e lojrave mesdhetare. Po, do të flasim pak më në detaje pak më vonë, por sekretar, ndoshta për t'ju kthyr pak edhe pse po i bën shumë vite më herët, kjo marrja e lojrave mesdhetare ka ndo kështu ato prapaskenat e një delegacioni, po themi kështu, olimpik të Komitetit Olimpik Kosovës, që nuk e kemi parë mbas edhe arsyen pse i kemi fituar. Këtu ka qenë ai stresi i vërtet, Albert, siç e përmendë, sepse shiko, fillimisht nëse e marrim pasqyrën e shteteve mesdhetare, pra janë 26 shtete antar, prej të cileve më shumë se 12, nëse nuk gaboj, nuk e njohin Kosovën si shtet, pra shtetet e Afrikës Veriut, siç janë Siria, apo Tunizia, apo Algjiria, Spanja, kënej në Evropë, shumë shtete tjera, të cilët me të vërtet nuk e kanë njohur Kosovën, pra Greqia, Çipro, e tjera, mos i njeh të gjitha, po esenca është që jemi nis në një rrugë ku Kosova i ka dy pengesa kryesore. Numër 1, nuk është e njohur nga shumë shtete, më shumë gati 50% të shteteve të votues të lojrave mesdhetare, dhe e dyta, nuk ka qasje ndeti e cila ka qenë parakusht për të qenë aplikant për lojra mesdhetare. Pra ne 7, nëse nuk ka bëj i statutit të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare. Lobimi jon në këtë rast nuk ka qenë vetëm për të prezantuar Kosovën si një koqiri i mundshëm apo më i miri apo i gatshëm për të organizuar lojrat më të mira deri tash, sepse çdo organizator i cili aplikon për lojra mesdhetare duhet të bindë Komitetin Ekzekutiv të Lojrave Mesdhetare, po gjithashtu edhe Asamblenë e Përgjithshme, se është kandidati më i mirë deri tash për të organizuar lojra mesdhetare. Pra kjo ka qenë misioni fillestar. Por asnjëri nga shtetet tjera të cilët kanë aplikuar për lojrat mesdhetare nuk e kanë pas këtë barën e dytë, siç e thash. Jo qasje në deti dhe jo e pranuar nga shumë shtete votues të lojrave mesdhetare. Pra dy pengesa shumë të rëndësishme dhe si kemi mrit ne deri te pika që të votohemi me një shumicë të binjshme për të qenë një koqiri lojrave mesdhetare, është me të vërtet një magji e cila është krijuar me një sinergji fantastike mes mas pari hisetarëve të mbrendshëm, pra neve, Komunës së Prishtinës, Qeverisë së Kosovës, të cilët kanë qenë partnerët tonë kryesorë dhe kanë ofruar mbështetjen e plot prej ditës së parë kur ne kemi shprehur ambicjet për të aplikuar si Komitet Olimpik, dhe natyrisht lidhjeve të forta diplomatike ndërkombëtare të cilët Komiteti Olimpik ka krijuar me shtetet, pavarësisht a e njohin Kosovën a nuk e njohin. Pse? Se sporti është pak specifik. Pra ndoshta si shtet nuk na njohin, por sporti i Kosovës dhe Komiteti Olimpik është i njohur, i dëshmuar dhe i njohur dhe ka medalje olimpike dhe të gjitha këto elemente. Them shpesh, ndonjëherë e fiton një medalje olimpike dhe mendon për fitoren e medaljes olimpike, por efektet shumë dimensionale që ajo medalje olimpike e judës i ka krijuar prej vitit 2016 deri te viti 24, është që ka hapur rrugën për të treguar që Kosova është një shtet serioz sportiv, se kemi aftësi për të krijuar sportistë me performancën më të lartë sportive botërore, dhe kjo tregon edhe seriozitet potencial për të organizuar ngjarje sportive. Natyrisht deri tash nuk kemi dëshmuar këtë fushë,
sepse Kosova asnjëherë nuk ka aplikuar për një ngjarje të madhe multisportive, po gjithashtu edhe shumë pak gara serioze të seniorëve, po flas, sidomos në sporte ekipore, nuk kemi organizuar deri tash, të themi një kampionat evropian botëror, nuk kemi organizuar një ngjarje të tillë dhe natyrisht që si shteti i ri, një shtet me një eksperiencë shumë të limituar, në Greqi ka qenë një sfidë e madhe të prezantohemi si një shtet që me të vërtet mund të bëjë një aktivitet kaq të madh. Lojra si këto na jemi realisht në letër, po themi vendi i parë që marrëm lojra mesatare pa pas dalje në deti, po themi, pa absolutisht po, këtu kur e thash edhe sinergjinë e brendshme harrova të përmendi edhe një faktor kyç. Është shteti jon, Shqipëria, e cila ka ofruar bashkëpunimin e plot dhe e ka ofruar bashkë me neve një zgjidhje për të i kaluar këtë problem që i bie pa Shqipërinë, kjo do të ishte e mundur të ndodhte. Do të ishte e mundur, por çka ne kemi lobuar dhe kemi arritur të bindim Komitetin Ndërkombëtar të Lojrave Mesatare dhe jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet tjera të cilët nuk kanë daljen e detit. Një nga ata është edhe Serbia funditës. Është edhe San Marino apo Andorra. Pra janë edhe disa shtete tjera të cilët nuk kanë çasjen e detit, por janë pjesë e Lojrave Mesatare. Do thotë ne që kemi bindur ICMG-n të prezantoj asamblesë një statut i cili thotë që shtetet të cilët kanë çasjen e detit apo shtetet të cilët krijojnë një partneritet me një shtet i cili ka çasjen e detit kanë drejt aplikimi për lojra mesatare. Dhe ne kemi duke lobuar mirë dhe duke shfrytzuar vëllezërinë tonë që e kemi me shtetin e Shqipërisë, këtu dua publikisht të falenderoj fillimisht Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe presidentin Fidel Ylli, po gjithashtu edhe shtetin e Shqipërisë, qeverinë e Shqipërisë dhe Ministrinë e Sportit të Shqipërisë, Edukimit dhe Sportit të Shqipërisë, e cila ka ofruar mbështetjen e menjëhershme për të mbështetur kandidaturën e Kosovës. Vetëm edhe pak te dita e planimit, se këto ne ishim edhe vetë prezent atje si Kosova Press. Dita kur u mbajt asambleja përgjithshme atje ku edhe do të votojë pro ose kundër Kosovës, ne ju kishit atje edhe qeverinë, ishte edhe kryeministri Kurti, edhe ministri financave, ndërmjet dy persona figura. E jepnin atë mbështetjen kryesore. Ishte besimi që do të merrnim më në fund zyrtarisht, po themi e kishit sigurt votën, po pse kishte stres në ato momente. Çfarë ishin ato bisedat pra baskelan para se të hyej në asamble. Jo Albert, disa biseda po në çdo proces besin pjesë e historisë dhe besin aty ku ka ndodhur. Tash sa i përket prezencës tonë kombëtare, e the shumë mirë, aty ka qenë edhe kryeministri Kurti, ka qenë edhe ministri Ekuran Murati, ka qenë edhe ministri Krasniqi, edhe ministri Çeku, gjithashtu ka qenë kryetari i komunës Përpari Rama. Pra, unë mendoj që Prishtina 2030 dhe kandidatura jonë ka treguar të gjitha shteteve një prezencë serioze, një prezencë ku ne nuk premtojmë vetëm në letra mbështetjen institucionale, por ja e kemi dëshminë prezencën institucionale edhe në Greqi, ku kemi ardhur si një ekip, kemi dalë në një front dhe kemi fituar të themi thojza një betejë kisha thënë kogja historike për shtetin e Kosovës dhe mendoj që është dhe këtu e marr do thotë këto të arritura janë definitivisht merit e të gjithëve që kanë qenë aty prezent dhe ne me këtë prezencë kemi fituar një betejë që mendoj që është, siç thash më herët, është historike, po është njëra nga ngjarjet më të rëndësishme dhe momentet më të rëndësishme historike që i ka ndodhur Kosovës pas pavarësisë. Mirë, sekretar, kjo puna e Komitetit Olimpik, pastaj pas marrjes zyrtare të kësaj, ne e dim që ka vazhduar kështu fuqishëm. Megjithatë, do ta diskutojmë pak a shumë një temë në muajt e parë, ndoshta pas marrjes së lojrave mesatare. Atë një debat që shpesh herë Komiteti Olimpik nuk është përfshirë, një debat mes komunës, Prishtinës, qeverisë, kush mori më shumë merita, si duhet të jetë emri, a është emri i duhur Prishtina 2030. Se po atë proces, a është paraqitur ndoshta si pengesë zhvillimin pak më të hapshëm tonë apo? Nuk është, unë mendoj që jam person, njeh edhe në jetën personale, jam person shumë pozitiv, jam person shumë optimist. Ralli kthehem të kalumes. Në kuptimin a ka dëmtuar procesin? Po tash nuk e ka dëmtuar procesin, të themi ai diskutimi jon i brendshëm. Procesin e ka dëmtuar ndalesa në zbatim të proceseve të cilët duhet të zbatohen për të mri deri te procesi i organizimit të lojrave. Pra, cilët janë ato procese? Është planifikimi operacional, është kyçja e personave të duhur dhe ngritja e burimeve njerëzore për të organizuar lojrat, është edukimi i cili duhet të ndodhë, është infrastruktura sportive, është infrastruktura e akomodimit, e tjera, të cilët
disa kanë nisur, disa janë duke ndodhur, por akoma nuk jemi në hapjen e duhur për të kapur 2030 në mënyrën se siç kemi dëshiruar ne të kapim 2023. Sa i përket emrit, nuk jam i sigurt për debatet sepse nuk kam qenë pjesë shumë e afërt të debateve, por ajo është diçka që nuk mund të debatohet dhe të diskutohet, se është pjesë e nomenklaturës sportive ndërkombëtare, se lojrat multisportive janë në emër të komunës, të qytetit. Pra nuk mund të thirret Kosova 2030 apo Spanja 2030 apo Franca 2024, po është Paris 2024 dhe nuk jam i bindur që ka pas edhe diskutime apo debate serioze në këtë aspekt. Nuk kam qenë pjesë, pra për këtë arsye dhe nuk e marr si koment apo si themi një debat serioz në këtë aspekt. Ndoshta diçka edhe ka ndodhur, por nuk kam qenë i përfshim drejt për drejt në këto debate. Megjithatë, ka ndodhur se çka ka ndodhur. Ne duhet të punojmë bashkë, duhet të tregohemi në këtë front shumë unik, sepse kjo nuk është një ngjarje të cilën organizon Komiteti Olimpik, as të cilën organizon Qeveria e Kosovës, as Komuna e Prishtinës, por komiteti organizativ i cili përbëhet nga gjithë këto hisedarët të cilët duhet të bashkëpunojnë, të punojnë shumë afër bashkë dhe të ndihmojnë njëri tjetrit për të krijuar diçka për popullin tonë, sepse në fund ditës lojrat mesdhetare dhe institucionet nuk janë të trashëguara familjarisht. Ata janë, ne të gjithë jemi në detyrë, sepse populli, apo në rastin tim edhe rastin e presidentit të komitetit Ismet Krasniqit, kam vendosur federatat të jemi aty dhe ne jemi në shërbim të tyre. Dhe vetëm kështu mund të ecim procesin tutje. Atë çfarë ndodh, sekretar, ku jemi tash në këtë pikë? Kemi një qeveri të re, një ministër të ri, zakonisht po vazhdon kjo thirrje për investime më të shpejta, punë më të mëdha sepse vitet po kalojnë. Çfarë do të ndodhur momentalisht? A ka një shqetësim, po jemi vën apo Komiteti Olimpik po vazhdon të bëjë presionin e duhur që punimet shkojnë tut? Albert, me Komitetin Organizativ të Përkohshëm kemi kryer shumë detyra. Ky komitet organizativ ka ardhur në kuadër të Komitetit Olimpik të Kosovës, ku janë involvuar edhe dy përfaqësues nga qeveria, dy përfaqësues edhe nga Komuna e Prishtinës, dhe kemi kryer shumë procese, siç është e kemi afruar përfundimin e masterplanit. Masterplani është diçka që s'ke çare pa e bërë, është pjesë e kontratës të cilën kemi nënshkruar me ICMG dhe është Bibli dhe Kurani i lojrave mesdhetare, dhe pra nuk mund të ndodhin lojrat mesdhetare pa një masterplan. Ne kemi afruar dhe jemi shumë afër. Jemi shumë afër dhe besoj javën e ardhshme do të përzgjedhim edhe logon dhe brandin vizual të lojrave mesdhetare, besoj ditën e martë apo të mërkurit do të kemi edhe finalizim të këtij procesi. Kemi bërë shumë promovim fal partnerëve tonë, siç është Kosova Presi, i cili ka nënshkruar edhe kontratë me platformën më të madhe sportive në botë, i cili është Inside the Games, dhe jam shumë krenar për këtë, sepse jo shumë shtete e kanë atë privilegj dhe atë automatizëm të shpërndarjes së lajmeve në platformën më të madhe sportive në botë, dhe besoni që e gjithë bota sportive, nëse diçka përcjell, është Inside the Games. Dhe ju jeni ata të cilët na keni mundsuar përmes bashkëpunimit me Komitetin Olimpik dhe Komitetin Organizativ të Lojrave Mesdhetare të kemi këtë përcjellje të drejtë për drejt. Atë që nuk kemi mundur ne drejt për drejt të influencojmë apo të ndikojmë është pikërisht pjesa e infrastrukturës sportive dhe pjesa e infrastrukturës të akomodimit. Kam informata po jo zyrtare që te pjesa e akomodimit është duke bërë diçka me French Development Fund dhe French Development Agency, nëse nuk gaboj, e cila është në negociata me qeverin për rinovimin e konviktit të qendrit të studentëve. Nuk e kam parë projektin akoma, por kam shpresë dhe besim të plot që do të jetë një projekt fantastik dhe cili nuk do të jetë në shërbim vetëm për lojra mesdhetare, por do të jetë për të përmirësuar për të jetën studentore në Prishtinë dhe për të promovuar Prishtinën si një kryeqytet, një capital studentor, jo vetëm në nivel të Kosovës, po pse jo edhe evropian përmes programeve të Erasmus dhe programeve të tjera me bashkëpunime me universitete tjera. Tash ajo pika shumë e rëndësishme është infrastruktura sportive. Nuk është që nuk ka lëvizje. Ka lëvizje, por jo aq shumë konkrete sa duhet, dhe mendoj që pika e cila ka ndodhur tash dhe momentumi kryesor është miratimi i projekt ligjit për lojra mesdhetare, i cili pikërisht duhet të përshpejtoj procesin e prokurimit dhe procesin se si duhet ne të fillojmë sa më shpejt me infrastrukturën sportive. Pra kam besim të plot, nuk kemi tepër kohë. Të gjithë ata që janë marrë me ndërtim e dinë se sa pak është 4 vjet apo 4 vjet e gjys për të ndërtuar stadium kombëtar, qendra nacionale të notit apo qendra nacionale të tenisit,
apo çfarë do palestre tjetër është shumë, apo renovimi i pallatit Rinis, unë ju garantoj që jo më pak se 4 vjet i duhet vetëm pallati Rinis për të renovuar, jo për të ndërtuar. Pra, nuk kemi kohë, nuk kemi luks të debatojmë më. Dhe ju bëj thirrje këtu, ju bëj definitivisht thirrje të gjithë institucioneve, nuk kemi luks për debate. Të ulemi, të punojmë bashkë, të respektojmë hierarkinë, të respektojmë ata që kemi nënshkruar, dhe kjo i bjen që secili hisedare ka rolin e vet. Siç e ka Komiteti Olimpik, ashtu e ka edhe kryeqyteti i Prishtinës, ashtu e ka edhe qeveria e Kosovës, secili i din shumë mirë rolin, përgjegjësitë dhe obligimet të cilet i kanë shkruar, dhe jam i lumtur që e shoh edhe në fakt këtë bashkëpunim institucional tashmë. E pash që ka pas edhe Komuna e Prishtinës që takim me Ministrinë e Sportit, kjo më bën ekstrem të lumtur. Ministri i Sportit zoti Blerim Gashani po tregon një proaktivitet shumë drejt për drejt për të treguar një bashkim, po gjithashtu edhe kryetari Përparim Rama. Pra unë jam i bindur që tash është momenti i një bashkimi të fuqishëm që t'i tregojmë botës, t'i tregojmë Evropës, t'i tregojmë shteteve mesatare që ne shqiptarët dim të punojmë bashkë dhe mund të jemi të shumë të fuqishëm kur jemi bashkë. Sekretar, jeni ai njeriu, po themi, më i rëndësishëm ndoshta në këtë aspektin e komunikimit me organizata ndërkombëtare për sportin tonë. Këtë rast edhe me ICMG, keni shumë vizita nga zyrtarët e tyre. Pasi nuk është koha për ta diskutuar pak për që si shkon një skenari mundshëm potencial, po themi ai skenari më i errët. Nëse nuk mund të jemi gati, ta themi edhe një vit 2, nëse shohim që nuk po ecë procedura, çfarë është skenari i ICMG-s në këtë rast? Çfarë mund të ndodhë nëse një shtet nuk po arrin të bëhet gati për të organizuar lojrat mesatare? Ka një rregullore, ka një paralajmërim? E kam shumë vështirë ta mendoj këtë skenar. Është me vërtet skenari i errët, siç e përmend edhe vet, por unë mendoj që ne si komitet organizativ duhet kemi gjithmonë planin A, B, C, D. Jo planin A dhe B, nuk është mjaftueshëm. Ka thënë një thënie shumë të rëndësishme Mike Tyson, se e marr mend, everybody has a plan B until they get punched in the face. E nuk dua neve të na ndodh kjo, të kemi planin B derisa dikush të na godas, ashtu siç ka thënë edhe Mike Tyson, pra, siç thash. Plani A është gjithçka shkon sipas planit të miratuar nga komiteti organizativ dhe master planit të krijuar për lojra mesatare. Qoftë se nuk kemi me afat, plani B duhet të jetë krijimi i infrastrukturës së përkohshme, sa më shumë që të mund të mbulojmë ato sporte për të cilet nuk kemi infrastrukturë të përhershme. Në ndërkohë, vazhdojmë me rekrutimin shumë të shpejt mas pari të shefit ekzekutiv të lojrave mesatare, stafit profesional, drejtorave kyç. Albert, si që din, une deri tash kam punuar në shumë lojra multisportive edhe jashtë shtetit. Pra, kam punuar edhe në lojra evropiane në Baku, kam qenë edhe këshilltar për lojra islamike, shumë universiada, universitare, e tjera. Po të them, qoftë se nuk fillojmë me burime njerëzore dhe kjo duhet të jetë prioriteti kryesor, të gjitha tjerat nuk kanë atë shumë rëndësi. Pra, emrimi i shefit ekzekutiv, drejtorave kyç dhe edukimi i të rinjve për të aftësuar që ata të punësohen lojra mesatare. Dhe këtu duhet të them diçka. Këtu kemi filluar ne si Komitet Olimpik, natyrisht po presim bashkëpunim shumë të afërt edhe nga Ministria e Sportit që të përkrah këtë projekt si pjesë e financimit të rregullt me memorandum të bashkëpunimit që e kemi. Dhe kjo është krijimi i Akademisë së Lojrave Mesatare, të cilët do e krijojë Komiteti Olimpik, duke u financuar nga 3 pika kryesore, 3 burime kryesore. Një është Bashkimi Evropian, i cili përkrah projekte të tilla për aftësim të kapaciteteve njerëzore. 2 është Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, të cilit ja kemi paraqit projektin dhe jemi në negocim për të fituar fonde për këtë projekt. Dhe i treti është Shteti i Kosovës, qeveria, në këtë rast Ministria e Sportit, Rinisë dhe Sportit, e cila duhet të mbështesë përmes memorandumit të rregullt. Çka do të bëjmë ne? Ne do të bëjmë me një bashkëpunim ndërkombëtar një aftësim, një akademi për të aftësuar të rinjtë e Kosovës, dhe këto janë fresh bachelor, pra njerëzit të cilët e kanë kryer fakultetin minimum bachelor, të cilët mund të aplikojnë dhe nuk kanë punuar deri tash. Pra kjo është mundësia e parë e tyre për të promovuar veten në vend të punës. Qëllimi është të edukojmë në fusha specifike të lojrave mesatare dhe të ndajmë në digastere të ndryshme 360 persona kombëtar dhe 40 persona ndërkombëtar nga shtetet e lojrave mesatare, të cilët do e kryejnë akademinë dhe do të kvalifikohen për vend të pune në Komitetin Organizativ të Lojrave Mesatare. Kjo është mënyra më e shpejtë për të mbuluar nevojat të cilet ne i kemi në burime njerëzore. Unë e parashoh personalisht duke e parë Taranto 2026
oran 2022 që minimumi i stafit njerëzor i cili na nevojitet për të organizuar lojra mesatare është 800 deri 1000 të punësuar full time dhe 2500 deri 3000 vullnetar. Pra jemi duke folur për të mobilizuar 5000 persona për lojra mesatare. Do të ketë kjo edhe indikacion ekonomik, sekretar, do të ketë edhe njerëz të punësuar. Absolutisht po. Pra nuk është që kostot të cilët krijohen me investimin e qeverisë apo komunës apo tonën janë vetëm kosto. Ata janë të gjitha ato investime, si në infrastrukturë, si në burime njerëzore, prap kthehen në biznesin e Kosovës, në popullin e Kosovës, ato mjete harxhohen, kthehen përmes tatimeve, pra qarkullimi në këtë rast e ngrit ekonominë. Gjithashtu duhet të llogarisëm që do të ketë edhe një fluks të madh të turizmit gjatë lojrave mesatare. Dhe kjo është një pjesë e të hyrave indirekte të cilët ne nuk mund t'i llogarisëm drejt për drejt. Mund të kemi një indikator për të llogaritur të hyrat indirekte. Kur përmende infrastrukturën, sekretar përmendet që i hap bën, ndoshta do të ishte diçka alternative për të kamufluar, për të bërë kështu si infrastrukturë. Kemi diskutuar sfundi edhe ne në Kosova Press përmes temave që kemi trajtuar bashkë madje edhe me kryetarin Hafiz Lavdrovićin rreth stadiumit kombëtar, ku po ndërtohet apo nis, cili do të jetë lokacioni e kështu me radhë. Në një rast të tillë, sepse nuk po duket ende që ka diçka konkrete, a është Adem Jashari stadiumi në Mitrovica si një alternativë për ceremoninë e hapësën, meqense është ndoshta pak më afër? Kështu Albert, po ju tregoj një rast nga eksperienca ime në Baku 2015. 2015 kam qenë drejtues i palestrës Crystal Hall, e ka pas emrin. Crystal Hall, nëse e mbani mend 2012 ka qenë një koqire e Eurosong. E kontestit të Eurosongut ka qenë 2012 e njëjta, Crystal Hall. Është ndërtuar pra për Eurosong. E ka një kapacitet nga 15.000 ulse dhe e ka bashkangjitur një sallë të presit, pra siç Kosova Presi, siç është po në Azerbajxhan, e cila është një ndër më të mëdha në Europë. Dhe është një sallë e zbrast komplet e cila mund të përdoret vetëm për produksion apo për media. Në atë kohë, në sallën kryesore organizuam volejbolin dhe boksin, kurse sallën e presit e transformuam në një sallë fantastike sportive të përkohshme, ku u mbajt karate, taekwondo dhe skerma. Dhe kjo për mua ke një dëshmi e drejt pres drejt se si një sallë bosh fare mund të transformohet në një qendër sportive të atraktive Që ka kry punë për lojrat evropiane në atë kohë. Tash, unë nuk jam pro. Pse nuk jam pro? Sepse ky transformim nuk krijon trashëgimi. Ajo montohet, mbahen lojrat, çmontohet dhe shkojmë te shtëpia. Nuk ka mbetur fare gjë aty as për skermën, as për taekwondon, as për karaten. Unë jam i tharë që të gjitha ato investimet të cilët krijohen në Kosovë mos të jenë të përkohshme se kushtojnë shumë, ti edhe pishinën mund të bësh të përkohshme. Po ajo kushton 15 milionë euro, e them si shembull në nivel olimpik, ndoshta më pak në nivel mesatar, por është një investim goxha i madh për mos të krijuar diçka përhershme. Dhe këto kosto krijohen vetëm nëse nuk je me kohë, nëse vonohesh. Tash kthehemi te stadiumi. Nuk e shoh si alternativë Adem Jasharin, absolutisht jo. Lojrat janë Prishtina 2030 dhe minimumi që ka është detyrimi të mbahet në Prishtinë është ceremonia hapse dhe ceremonia mbyllse. Pra, nuk mendoj që ndonjëherë në ndonjë format do të ish pajtuar dikush që ceremonia hapse mos të mbahet në Prishtinë, duke marrë parasysh që qendra e akomodimit është në Prishtinë dhe jo vetëm që është në Prishtinë, po qendra e studentëve është gati se të themi me ecje të lirë në kom, të themi mund të shkohet deri në stadium. E dyta, nuk e shoh të arsyeshme për arsye të kapacitetit. Nëse nuk gaboj, kapaciteti i Adem Jasharit është 14.000 ulse. Kapaciteti i Fadil Vokrit është 13.000 ulse. Pra atëherë majna Fadil Vokri. Nuk do thotë Adem Jashari as në aspektin e kapacitetit të ulseve nuk e kryen këtë detyrë. Përse nevojit të rrëbes 20-30.000 ulse është planifikuar. Ajo kishte qenë ideal. Dhe unë mendoj që duhet të kemi stadium nacional. Nuk është vetëm për lojra mesatare. Çka ndodhi tash me ndeshjen Kosovë-Turqi? U harxhuan biletat për 2 orë, edhe tani edhe ti Albert, edhe unë si një njeri që nuk jem fare federat futbollit kam pas 500.000 thirrje aki bileta. Kosova ka nevojë për stadium më të mirë. Federata e futbollit, ekipi jon i futbollit e meriton stadiumin më të mirë. E meriton një stadium minimum 20.000 ulse deri 25.000 ulse të përafërt siç e ka edhe Tirana. Pra e meriton. Tash, a mund të jenë lojrat mesatare shkaktar që të krijojmë ato kushte më të mira për futbollin të ardhmen? Pse jo? Pse mos të jetë?
Unë mendoj që duhet punojmë edhe nuk duhet ta lëmë këtë ide të krijimit të stadiumit kombëtar. Unë jam i bindur që ekziston edhe vullnet qeveritar, vullnet komunal, vullnet sportiv që që stadiumi kombëtar të krijohet dhe të ndërtohet, por nëse vonohemi edhe një vjet, ajo kalon në iluzion. Dhe kostot për të ndërtuar një stadium të tillë trefishohen. Pra nëse e nisim si vjet, akoma jam optimist. Nëse nuk nis si vjet, t'ju kallzoj drejtë, nuk jam optimist dhe duhet të këshyrim edhe planin B. Plani B unë e shoh Fadil Vokri, nuk shoh plan B tjetër. Dhe ndoshta zgjerim i Fadil Vokrit të ndonjë tribunës, rritje ndoshta e përkohshme me 5.000-6.000 ulse dhe të ketë një kapacitet 20.000. Është opsion, nuk është më i miri, nuk është i preferueshmi, nuk është diçka që futbolli jonë meriton, futbolli jonë meriton një stadium serioz dhe ekipi jonë i cili na bëri krenar pa mas, meriton një stadium më të mirë. E fundi për luajtjen mesatare, po diçka që më ka interesuar mua shpesh, po ndoshta ja kemi bërë edhe atletëve ata që do të jenë në skenë sekretar. Mund të flasim pak për mënyrën me që keni përvojë, sepse nuk kemi shumë informacion, mënyrën e shpërblimeve për ata që arrin suksese. Është kanë lojrat mesatare një, po themi, rregull se si shpërblen ata që arrin rezultate elitare, apo është vetëm kjo ona se si shtetet i shpërblejnë pastaj ata që janë suksesshëm. Të shkon kjo pjesa e shpërblimeve në lojrat mesatare. Është kjo e dyta, është vendimi i shteteve, nuk është edhe për lojra olimpike e njëjtë. Pra edhe për lojra olimpike është vendimi i shtetit se si shpërblet dikush për medalje olimpike. Ne kemi një rregullore shumë motivuese dhe mendoj që duhet të aplikojmë një të tillë edhe për lojrat mesatare për të motivuar rezultatet kulminante. Tasha duhet të jetë shuma në nivel të lojrave olimpike, nuk besoj duhet të jetë më e vogël sepse megjithatë edhe as shteti që organizon, as vetë lojrat mesatare nuk e ka kështu shpërblime, por secili shtet nuk e ka si garë multisportive, nuk e ka as universiada botërore, pra të themi me shkojmë me hierarki, nuk e ka as lojrat olimpike. Nuk e kanë as lojrat paralimpike. Nuk e ka as universiada e cila në të themi numrat e organizimit dhe kostot e organizimit është ngjarja e tretë botërore multisportive. Nuk e kanë as lojrat aziatike, as panamerikane, as evropiane, pra as mesatare. Nuk e kanë të paracaktuar apo të shkruar se si duhet të shpërblehet, por është një vendim i shtetit, ashtu siç ke edhe për futboll, se si të shpërblehen futbollistët tonë, qoftë se kvalifikohen apo qoftë se kalojnë Slovakinë apo qoftë se kalojnë edhe. Kjo është e njëjta metodë dhe mendoj që në bashkëpunim Komiteti Olimpik dhe Qeveri duhet të mrim në një model i cili është motivues dhe njëkohësisht pavarësisht modelit të cilit e krijojmë ne për motivim për të fituar medalje olimpike, nuk është ky që ajo. Ky që është si do të financojmë rrugën që këto sportista të mrinë në një rezultat kulminant. Kjo është kyçe. Tu duhet të kemi fokusin kryesor. Mirë, sekretar, kjo pjesa e lojrave mesatare është tepër e rëndësishme. Faleminderit për këto sqarime. Do të flasim pak ju bashkove Komiteti Olimpik si sekretar në vitin 2021. Jemi sakt? I saktë, fillimisht si këshilltar, tani si sekretar, po si sekretar. Çka ka qenë ndoshta motivimi për të marrë këtë detyrë, edhe pse në vitin 2021 ne kemi pas shumë arritje, edhe medalje elitare, po themi në lojra olimpike, po edhe botërore evropiane. Çka ka qenë motivimi për të marrë një përgjegjësi kaq të madhe, sekretar? Ai motivimi i çdo shqiptari duhet të jetë të jep atë kontributin e vet në trojet e veta. Siç e dini, unë jam nga Tetova përndryshe. Familja ime është përngulur në Kroaci prej luftës dytë botërore, afërsisht. Pra, në fakt vllau i Stërgjyshit, sepse Stërgjyshi ka humbur jetë në luftën dytë botërore. Dhe natyrisht që unë jam gjenerate sa i bjene, treta e katërta e rritur në Kroaci dhe vetë fakti që ne gjithmonë kemi folur gjuhën shqipe është tek shtëpia tregon për një frymë me të cilën jemi rritur. Pra frymën shumë patriotike, kisha thënë, jo në aspektin vetëm të luftës, po në aspektin që të jemi të edukuar, të kemi një cilësi të prezantimit dhe unë mendoj që ajo fryma familjare është kyçe për të përfaqësuar kombin tënë në mënyrën më të mirë. Sot mendoj që më shumë se kur është më rëndësi që ne të jemi konkurrent botërisht me dije, të mësojmë, të lexojmë, të jemi të edukuar. Dhe kjo është betejë jonë kryesor dhe mendoj që me këtë cilësia apo aftësi mund të jemi edhe dominant sepse jemi një popull i cili unë me të vërtet besoj kemi parametra fantastik për të qenë shumë të suksesshëm si popull. Pra, motivi im kryesor është ajo fryma për të kontribuar diçka popullit tim. Në atë kohë duhet të vetë aprovoj çfarë, Albert. Në atë kohë kam qenë drejtori sportiv
i Federatës Evropiane për Sportet Universitare. Pra në atë kohë unë kam jetuar në kushte shumë të mira në aspektin e rrogës të cilën kam marrë atje se sa e marr këtu. E dyta, kam pas një ofertë shumë të hapur për të qenë pjesë e kampionatit botëror në Katar në një pozitë shumë të lartë drejtuese në vitin 2022, por motivi që të jem në vendin tim, motivi që pak edhe të kthej ata amanetin e babës tim i cili ndroi jetë vitin e kaluar dhe të jem pjesë e shqiptarisë, ka qenë motivi kryesor. Gjithashtu, gruaja ime është nga Prishtina dhe është një thonje që u përdor në Kroaci, po besoj që përdoret edhe këtu, je nga vendit nga të cilin e ki gruan. Dhe unë shpesh e di veten më shumë Prishtinës, se sa shumë njerëz që arrit Prishtinës, sepse gruaja ime është nga Prishtina dhe mendoj që me të vërtet për mua është një privilegj të jem kthyer në vendet tona, sepse për mua Tetova nuk është jashtë shqiptarisë, është pjesë e shqiptarisë, edhe ashtu si që dua Tetovën, e dua dhe Tiranën, e dua dhe Prishtinën, dhe mendoj që shqiptarët nuk duhet të jenë lokalist, por duhet të jenë kombëtar. Kur them kombëtar, jo kombëtar në aspektin që të dominojmë me fjalë, por të dominojmë me punë, sepse patriotizmi kryesor është puna. Puna, edukimi dhe investimin e dije, dhe mendoj që në këto 3 pika kemi ngecur pak, por nuk duhet të ngecim, duhet të vazhdojmë dhe duhet të... Por e ke marrë këtë sekretar, me siguri ke pas një lloj vizioni, po them se ku është sporti, në mënyrën se si do të shtyhet përpara. Je pak a shumë në ato pika, apo mbase nuk është bërë atë sa ke menduar se mund bëhet për sportin? Shko Albert, unë mas pari në Kosovë kam gjetur një bashkëbisedues. Është Ismet Krasniqi, presidenti i Komitetit Olimpik, i cili gjithashtu është një person i cili shpesh ma çonte mallin e babës tim në atë aspektin kombëtar. Edhe në këtë bashkëbisedim kemi pas një vizion profesional, një vizion që mas pari duhet të ngrisim kapacitetet e Komitetit Olimpik. Pra edhe Komitetin Olimpik duhet të them, më fal se niset nga 2021. Edhe Komitetin Olimpik e kemi gjetur në një mënyrë të cilën udhëheqësia e kaluar e ka pruar deri në nivel. Pra 2014 u antarësua në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, 2016 u fitua medalja e parë olimpike. Pra zoti Besim Hasani me ekipin e tij, me sekretarin e kaluar, me bordin e kaluar, kanë krijuar diçka që ne sot të vazhdojmë. Pra kur kemi ardhur në vitin 2021, kemi gjetur një komitet olimpik i cili është i njohur, i cili veç se ka një medalje olimpike, i cili veç se financohet nga shteti, i cili veç se financohet nga ligji i sponsorizimit, pra ka shumë merita edhe për komitetin ku është sot dhe udhëheqësia e kaluar, dhe presidenti i nderit komitetit, dhe ish sekretari i komitetit dhe gjithë bordi i kaluar. Duhet të them që fokusi jonë ka qenë se si të bëjmë edhe më shumë. Dhe kjo gjithmonë duhet të jetë synimi, edhe ne kur të shkojmë duhet vjen dikush që thotë si të bëjmë ne tash më shumë. Si shkon komiteti edhe më larg, si shkojnë sportistat edhe më larg. Pra kjo duhet të jetë misioni i secilit. Kemi pas fokus se si të ngrisim pjesën financiare, si të përmirësojmë kushtet e Komitetit Olimpik, pra kemi krijuar edhe zyre të reja, si të krijojmë kushte më të mira për federatat sportive, ku besoj që përmes edukimit, logjistikës dhe shumë gjërave tjera ju kemi ndihmuar federatave për të përmirësuar edhe ata gjendjen e tyre, po sidomos edhe përmes programit Supersportistat që kemi krijuar me qeverinë tonë. Kemi krijuar Akademinë Olimpike, është shumë e rëndësishme për të krijuar gjenerata të edukuara, dhe këtu jam shumë krenar që ne si Komitet Olimpik kemi akredituar programin e parë trajner sportiv. Kjo është një gjë shumë e madhe, dhe të mirat e këtij programi do të shihen për 5 vjet, 10 vjet, kur Besim Aliti nuk do të jenë Komitet Olimpik. Pra është diçka për të ardhmen e Kosovës, për të ardhmen e rinisë tonë. Gjithashtu, nga pikat kryesore e presidentit Krasniqi dhe timen ka qenë që të organizojmë një ngjarje ndërkombëtare sportive, multisportive në nivel global, dhe e kemi arritur dhe këtë. Kjo është marrja e organizimit të lojrave mesatare 2030, dhe duhet të them edhe diçka. Thash jam gjenerata e 4 në Kroaci. Kroacia ka aplikuar për të organizuar lojra mesatare 4 herë. Qyteti i Rijekës. Pra shtet i cili ka dalje në deti, dhe Rijeka e cila është një qytet kogja serios, kogja i pasur dhe kogja i organizuar, dhe qytet i cili ka organizuar shumë ngjarje sportive botërore dhe evropiane, ka humbur 4 herë në kandidaturën e tyre për lojra mesatare. Prishtina 2030, si thash edhe më herët, pa e pas mbështetjen statutare, pa pas qasjen e deti, pa qenë pranuar nga shumë shtete të shteteve mesatare, në kandidaturën e parë ka fituar lojrat mesatare.
Dhe për ata, se kam dëgjuar edhe fjalë nga populli, edhe se populli shqiptar gjithë kur ne fitojmë diçka si popull shqiptar, ka qenë e lehtë, sepse përndryshe neve s'na kishin dhënë, jo, nuk ka qenë e lehtë, dhe jo, nuk ka që na kishin dhënë neve sepse është e lehtë. Na kanë dhënë neve sepse kemi kallzuar seriozitet dhe pse kemi punuar në maksimum për të fituar të lëra mesatare. Do të kemi ka fundi, do shkojmë pak më shkurt sekretar, do të flasim për sukseset, kemi arritur shumë suksese në sport, duke bërë Kosovën një imazh, po themi shumë të rëndësishëm në aspektin ndërkombëtar. Po më intereson një mendim për judon. A mund ta përmbledhim pak çfarë i ka dhënë judoja shtetit? I ka dhënë shumë Albert. Është vështirë të përmbledhet se pyetja jote është shumë legjitime, por unë nuk e kam atë aftësi të përmbledh me një fjali çka i ka dhënë shteti i judos Kosovës, sepse mas pari çdo medalje kur dëgjojmë telefon me dritonin shpesh. I them driton, aq sa është medalja e jote, aq është medalja ime, sepse është medalja e shtetit. Dhe unë si një qytetar e Kosovës e konsideroj çdo medalje olimpike që ka fituar judo, medalje e çdo fëmijës dhe çdo qytetarit të Kosovës. Dhe ashtu duhet ta shikojmë. Pra çai ka dhënë medalja e judos, i ka dhënë mas pari një promocion i cili nuk do mund të paguhej me mjete financiare. Aq shumë promocion i ka dhënë shtetit Kosovës, sa që Kosova mund të them u njoft si shtet nga sukseset të cilët ka krijuar sport, jo vetëm judo, natyrisht edhe futbolli edhe sporte tjera, por judo me medalje olimpike ka hapur rrugën. Ka hapur rrugën për njohjen sportive, por edhe njohjen shtetërore. Ajo ka ndihmuar sekretarët në lobimet që keni pasur me shtetet. Absolutisht po. Çdo takim të cilin unë ulem, fjalia e parë fillon ne jemi shteti i cili ka 5 medalje olimpike. Po për çka tjetër të flas? A ka diçka me të cilën mund të krenohemi ne si shtet më shumë përveç medaljeve olimpike që i kemi? Unë do të thoja që ne si shtet krenohemi me sport, krenohemi me muzikë, dhe këto i përmendim çdo takim që jemi. Kemi 5 medalje olimpike, kemi një ekip të futbollit fantastike, kemi sportista të rinj të cilët ngriten, ne kemi Dua Lipën, ne kemi Rita Orën, ne kemi Bebe Rezhen. Këto janë pikat kryesore të krenarisë dhe diplomacisë tonë të butë. Kjo është soft diplomacy që thirret. Po soft diplomacy është shumë herë më e rëndësishme se hard diplomacy. Roli si kryesor ato, por që arrit. Është roli kryesor, është ura e cila na bashkon në komunikim me shtete tjera, sepse edhe nëse nuk e njeh Kosovën kur i thua Dua Lipa, yes. Where is she from? I thu Prishtina. Është e pabesueshme. Do të thotë edhe ata e kuptojnë që Kosova, edhe pse është një vend shumë i vogël, është një vend i cili krijon talent, është një vend i cili krijon sukses. Dhe mendoj që nuk duhet të mshefim ma suksesit. Duhet të mburemi dhe duhet të jemi shumë bindës në ata që duam. Sa ki komunikim me federatat edhe shes sportistët në teren me punën që po bëhet sekretar përveç judos, për shem ndoshta në vitet e ardhshme të afërt apo flas sportin që mund të shpërthej edhe në aspektin ndërkombëtar? Albert, shumë sporte janë të punuar mirë. Natyrisht që suksesi nuk vjen për menjëherë. Kur ka filluar Driton Kuka ka filluar edhe para se me ekzistuar shteti i Kosovës. Do të ai vetë si sportist ka garuar në Jugosllavi. Vllau i tij ka qenë, nëse nuk gaboj, trajneri më i mirë i judos. Pra puna e Driton Kukës për të arritur këtu është minimum 20-25 vjeçare. Minimum. Tash federatat tjera janë duke punuar edhe ata, por frutat e punës së tyre do të shihen ndoshta për 5 vjet lëra mesatare apo për 10 vjet. Natyrisht që ka disa federata që tash pak më shumë janë afër suksesit. Kisha thënë federata e Taekwondo's ka disa sportistë shumë kulminant dhe kjo u tregua edhe me medaljen e Bleron Ademit në kampionatin U21 i cili organizuan në Kosovë. Tani federata e boksit gjithmonë mendoj që ka sportistë të cilët mund të jenë konkurrent për medalje. Unë prap kam shpresë që Donjeta mund të jetë edhe në Los Angeles e kvalifikuar, po pse edhe jo të fitoj medalje olimpike. Kemi ngritje edhe në sportet tjera dhe mendoj që duhet jemi afër dhe t'i mbështesim. Kemi për shembull sportin e skijimit, ku sepse tash jemi duke folur për lojra olimpike verore, për lojrat olimpike dimrore është i vetmi sport i cili rregullisht fiton normën olimpike. Dhe mendoj që me një investim më të mirë, më strategjik, është po që kushton shumë, të jemi të qartë, por me një investim më të mirë, me një investim më strategjik, unë jam i bindur që edhe aty mund të krijojmë sukses të ardhmen. Do ta mbyll me një pyetje, keni fundit sekretar për të transmetuar edhe kohën tonë, me që the që nuk je shumë mirë me kohën. Përmendë që Kosova lihet me sport edhe me muzikë, përmendë edhe emrat tanë në muzikë, të famshëm botror. Kur morëm lojën mesatare është përmendur që në ceremoninë hapëse të lojrave mesatare mund të jetë njëra nga këto këngëtare në hapje, qoftë Dua Lipa, qoftë Rita Ora. Keni mbajtur kontakte, ka rrjedhshmëri të kësaj ideje?
nuk kemi krijuar kontakte drejt për drejt për të biseduar këtë çështje, por nuk e shoh as problematike, sepse Është e mundur. sepse unë jam i bindur që edhe Dua Lipa, edhe Rita Ora, edhe e gjithë diaspora shqiptare e ka atë etjen e vendit vet dhe e tregojnë, sidomos Rita Ora e Dua Lipa, gjithë çdo paraqitje që kanë bërë botërisht me shumë krenari kanë treguar që janë shqiptare dhe që janë nga Kosova, dhe jam i bindur duke marrë parasysh rëndësinë e lojrave mesatare që ata me krenarit plot do të pranojnë të jenë pjesë e këtij procesi. Fiton, falenderoj ty shumë për kohën dhe për gjitha këto detaje që ndam bashkë në Sportcast. Albert, faleminderit shumë, është krenari edhe për mua të jem pjesë e këtij edicioni të Sportcast dhe ju uroj shumë sukses të ardhmen. Faleminderit shumë. Miq të nderuar, faleminderit shumë për kohën edhe vëmendjen tuaj deri në Sportcastin e radhës, ne lulem që të takohemi sërish. Faleminderit shumë.